Filloreta Raçi, e njohur si Fifi, ishte së fundmi e ftuar në emisionin Pardon My Friend, ku ndau detaje të reja nga jeta dhe karriera e saj. Këngëtarja foli hapur për procesin e krijimit muzikor dhe për albumin e ri që pritet të sjellë. Ajo rrëfeu se për një kohë të gjatë ka ndjerë presionin për të realizuar vetëm hite, teksa vendosi të ndjek instinktin e saj artistik. Që prej këngës Zemrën kam kuptuar se dua të bëj muzikën që më pëlqen dhe jo të mendoj vetëm për hite, tha Fifi, duke shtuar se shpesh ka vënë re se publiku nuk është gjithmonë ai që përcakton se çfarë është hit. Për të, më e rëndësishme është të krijoj këngë të mira dhe të sinqerta, siç e bëri me Hana. Megjithatë, ajo pranoi se për një periudhë është ndikuar nga tregu dhe trendet që dominuan muzikën vitet e fundit. Artistja nga Ferizaj theksoi se tani është kthyer te vetvetja, duke dashur të krijojë muzikë sipas ndjenjës dhe stilit personal, pa ndikuar nga rrymat e momentit. Ajo pranoi gjithashtu se nuk e dëgjon shpesh repertorin e saj të kaluar, përveç këngëve të reja që ende nuk janë publikuar. Arsyeja është se i rikthen në momentet e ndryshme për të parë nëse ruajnë emocionin e parë dhe nëse vlejnë për të ndarë me publikun. Ky rikthim te autenticiteti artistik e vendos Fifi në një fazë të re të karrierës së saj, ku muzika nuk është vetëm produkt tregu, por një reflektim i shpirtit të saj krijues.